Ju udhëheqni politikën e jashtme të Kosovës. Cilat janë raportet e juaja me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Kosovës, zonjën Gërvalla? Ne kemi raporte institucionale me çdo ministri, jo vetëm me Ministrinë e Punëve të Jashtme, por bashkëpunimi ndërinstitucional ndodh mes presidentës dhe kryeministrit. Në shumë raste edhe kryetarit të kuvendit si 3 lider institucional. Pra në këtë nivel ka ndodhur bashkëpunimi ynë në fushën e politikës jashtme. Po duhet edhe me ministrin e punëve të jashtme, apo jo? Jo, nuk duhet. Kur jemi taku për herë të fundit me ministrin e punëve të jashtme? Mund të ketë qenë tash sfundi në ndonjërin nga aktivitetet, por saktësisht me datë. Por jo takim tet-a-te dhe diskutim për politikën e jashtme? Sepse unë e bëja diskutim me kryeministrin, nuk e bëj me ministrën. Pra as një detyrim, as kushtetues, as politik nuk ekziston që një president shteti dakordimin për politikën e jashtme ta bëj me ministrin, përkundrazi. Edhe me kushtetues, po edhe me zëvendës kryeministri, kjo është edhe zëvendës kryeministri dhe ministri e punëve të jashtme, por më shumë përfaqëson keni qenë bashkë në njëjtin subjekt politik. Të cilën po ajo është çështje para 5 viteve që po flisni unë si presidente, siç e dini nuk kam përfaqësuar as nuk përfaqësoj parti politike. Presidentja dhe kryeministri. Këto janë 2 institucionet që bashkëpunojnë dhe kemi bashkëpunuar. Edhe në takimin e fundit që e kam pasur me kryeministrin, kemi diskutuar për çështjet politikës jashtme dhe në fakt diskutojnë vazhdimisht. Ky është niveli i koordinimit. Pastaj kryeministri merret me ministrat e qeverisë së tij. Unë nuk i ndërhyj kryeministrit në mënyrën se si ai e ka bashkëpunimin me ministra, por qeveria, kur flasim qeveria, flasim për kryeministrin specifikisht, koordinohet me presidentën dhe vice versa.